Liçeni i Prespas është liçen i cili ndodhet në pjesën jugperëndimore të vendit dhe ndahet nga 3 shtete dhe atë pjesa më e madhe i përket Maqedonisë së Veriut, pastaj Shqipërisë dhe Greqisë. Në luginën e Prespas ndodhen 2 liçene, liçeni i madh dhe liçeni i vogël i Prespas. Në ujrat e liçenit të madh ndodhet megja e kufirit të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Greqisë. Në liçenin e madh të Prespas ka 2 ishuj dhe atë qyteti i madh ose Shëmbetari dhe qyteti i vogël. Ishulli i qytetit të madh është shpallur si rezervat i ashpër natyral për shkak të karakteristikave gjeomorfologjike, florës dhe faunës, si dhe për shkak të kaluarës së tij historike. Liçeni është i pasur me peshq dhe veçanti është i njohur krapi dhe peshqit belushka. Më e përhapur është belushka, mandej krapi, pendkuqi, skobali, mrena, mëlyshi e të tjerë. Ka fundi i viteve të 50-ta, liçeni është mbushur edhe me troftën e Ohrit. Krapi është peshku më i përfaqësuar dhe më cilësor në liçenin e Prespas. Nuk ekziston peshkatar që nuk sfidohet të gjuajë të famshmin krapin e Prespas, i cili është bërë një brendi të gjithë Maqedonisë. Krapi gjuhet edhe nga bregu, por edhe nga një objekt lundrues. Gjuhet edhe në mënyrë tradicionale me karim të ndryshëm natyral si nisri, buka dhe lloje të ndryshme të krimbave. Por viteve të fundit, më së shumti është përdorur metoda bashkëkohore e përshkimit me plumçe. Adhuruesit e peshkimit të salmonoideve munden që të gjuajnë në troftën e Ohrit dhe atë të Kalifornisë me grep, imitues dhe blinker. Ato mund të gjuajnë nga objekte lundruese me trolling si dhe me imitues të ndryshëm artificial. Vetëm në pellgun e Adriatikut në Maqedoni dhe ato vetëm në liçenin e Prespas mund të gjuajnë mustakun europian, si dhe gjuajnë sasi të mëdha deri në 80 kg me karem natyral dhe artificial. Është atraktiv peshkimi në liçenin e Prespas kur gjuajnë peshq të bardhë me pelikan, i cili gjuan peshq së bashku me korbin e zi. Në ujrat e cekta të pranishme janë më tepër lloje të shpendëve dhe zogjve të ndryshëm. Peshku i radhës nga kualiteti dhe gjendja është skobali. Është një peshk i bardhë i ujrave të ëmbël e gjithashtu është i ëmbël për ta konsumuar. Ky gjatë gjuhet deri para shumimit të tij në muajin mars dhe prill. Pas periudhës së shumimit në maj dhe deri në shtator, tërhiqet dhe nuk e ka kualitetin e njëjtë si në pranverë. Peshku më i zakonshëm dhe i pranishëm është pendkuqi. Është peshk i bardhë i cili këshillohet që të konsumohet deri në vjesht para shumimit. Ka shumë eshtra të holla dhe për shkak të aftësisë jo të mirë të konsumatorëve për ta pastruar, nuk e preferojnë ta konsumojnë. Mbrenëza është më pak i zakonshme, mirë po këtu është me kualitet, me më pak eshtra dhe shumë mish të ëmbël dhe të shijshëm. As mëlyshi nuk është i zakonshëm, paraqitet me madhësi edhe deri në 3 kg, mishi i tij është me ngjyrë gri e me një shije të tharët. Peshkatarët e klasifikojnë si peshq me kualitet të dobët. Ngjala është një peshq që ka qenë e pranishme gjithmonë dhe ende është. Me rjet nate është edhe më rënd për ta gjuajtur për shkak se trupin e ka të butë, të rëshqitshëm dhe të lëmuar. Nëse ngjitet me dhëmbët, shumë lehtë e pret peun dhe shpëton. Është të gjuajtur me sipërfaqe prej 1.5 metra dhe ka peshë deri në 5 kg. Deri në ndërtimin e digave për hidrocentralin e Globocicës dhe Spiljes, ka ardhur prej detit të Sargas në liçenin e Ohrit e prej aty nëpërmjet rrjedhës nëntoksore edhe në liçenin e madh të Prespas. Tani edhe ato ngjala që transportohen me aeroplan apo ndonjë mjet tjetër transporti në liçenin e Ohrit vinë në liçenin e madh të Prespas. Më i pranishëm është belushka nivica, peshk i bardhë me gjatësi 15 cm. Më së shumti ndodhet në thellësi në ujrat e pastërta në rrethinën e fshatit Nivici, prej ku e ka marrë emrin belushka e Nivicës. E kriposur, e varur në radhë dhe e tharë në diell, në treg mund ta gjejmë me emrin cironka. Kush nuk e ka provuar, nuk e di se çka është specialitet. Gjuhet në të gjithë karemat natyral dhe artificial dhe gjatë historisë përgatitja e saj si tharje natyrale është ende traditë e cila duhet të shihet dhe të shijohet. Në pellgun e liçenit të Prespas ka shumë lumen të prekur nga grimca magjike hyjnore, kreative, si shumë pak vende në botë të pasura me troftën endemike të pelisterit, gjëgjësisht troftën e brajqinit, e cila është sfidë me mjete të lehta peshkimi me të gjitha karemet artificiale. Prespa do t'ju magjeps, do të dashuroheni përgjithmonë. Ata që kanë qenë e din kurse ju të tjerët e jani të shihni çfarë do të thotë shkolla e vjetër e dashurisë dhe peshkimit.